Ja, që tash dolmi edhe shpjegojmë edhe mirë se çish ka orte deri tek pasujat që i ke pas, po para se me dol aty, burgin e ke mujt bashkë me Hoxhë Shevçet Krasniqi? Me Hoxhën jam kon 2014 në dhomë. E të ka shtime lexu Kur'anin, a? Jo, tha lexoj Kur'anin se nëse nuk e lexoj Kur'anin nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po sa kum lexu Kur'anin, po bëma një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora aty po shkruajke Zoti i Madhreshëm, i gjithë mëshirshëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, është Zoti i Madhreshëm? Po. A unë gjithë mëshirshëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Tash me çfarë përzihesh Zotit? Bravo. Përzihesh Zotit, ai pidi ka tan. Ai pidi ka krejtë, që do bësh shkruan. E vërtet. Çka tha Shevçeti tani? Jo, tha këto ke mirë. Thavi do të më lexu krejtë. Fillova unë me lexu krejtë, domethënë, edhe kum lexu, domethënë po është në libër, Kur'ani është në libër jashtëzakonisht e fuqishme, jashtëzakonisht për besimtar musliman. Edhe unë kam emrin nga ne. Po, unë jam shqiptar. Po djemtë mi, unë kam emrin pe fillimi, Mariguna me e madhja. Rilend, Valdren, Valën, Arblind. Nga Gane i kam bo këtë emra shqip. A ka gjoma takserat, për shembull, se mi pas emrin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. S'ka. Takserat, nuk e di dëmë. Ati emrin transcendral? Po, dëmë thonë, unë e kom bo emrin pe musliman shqip, e kom qitë emrat e mi, edhe tonë janë musliman, minja mi. Po emrat e kanë shqip. Nuk diskutuat e po. Tash, nëse fëmija mi janë gjesin mive dhe emrat Amar, Magar, qaj bjen kjo? Kusheq. E ti dëma unë ti qëndroj pas akon emrin? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajt miliardat e botës me midhon nuk e ndroj. As fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kum bo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen dhe me unë nuk e kum gjetë. Po, një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djek, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më thënë, gjitha vorët që kanë qenë ma herët janë hup, s'ka më gjurën, për shkak se i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë me këshyrë dhe ku përshkujna, ku mujna me mrim ropa. Për shembull, unë e kam emnin nga ne, baba jeme ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe ka marrë deri në fund me gjetë një farë sakaku në kullës. Dhe më thonë edhe i kumë vetë në ata bletën, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atere. Edhe ka në ka posë djole i kulla një pepen, të është na ka kumë bitë e pep kullës. Dhe të tëtë na pas kemë qenë besimtarë të fesë katolike. E vërtet? Po, unë edhe të ishtë, apo flasëm shqip? Po, pra. Qa për në lidhë? Me arbrin. Gjua, kumbi, gjokë. Qa për në lidhë me tumen, për shembull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po në lidhë një gjua jonë. S'ka fjallë. Nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua o para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë vesh ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata janë ko grek, se kanë folë greke, këta kanë folë sërbishtë, një ko sërbë. Ne kemë folë shqipe, jemë ko shqiptar, ose i lirë. Dhe tash, me si për në lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme se për para se me shku në gjami, njeri mësot me full shqip. Nuk, është e pa diskutueshme kjo. Për s'ka fjallë. Më në thonë, para se mu bo musliman të ko shqiptar. Se po mëse ka me full shqip. Zotin e kalin shqiptar. Po në kalin, në ka mu zotin shqiptar. Fejnë e këna zjedhë. Besa ti beson Zot shumë se Zoti ka pështu? Po, mos me pa pas drejt sepse në kërkan vetë drejtin Zotin i madh. S'ka fjallë. Më ka ndihmu se kum pas drejtën e Zotit për mas vetë dhe më ka ndihmu dhe jam i lumtur për mendimin. Po pëlqen shumë që domethënë beson në një fuqi. Jo, unë besoj në Zot, besoj edhe më shumë se do të shkojnë më fal. Se ata që shkojnë më fal e rrenë edhe Zotin. Si dolin bëj aty të bojnë qia, unë as nuk pi raki, as nuk pi doan. As nuk bëj punë, as nuk flas ma shpinë për kërkan, unë e flas vërtetën ato që për ateje, për atë të televizor. Një njeri që e rrën tjetrin në flet, e përgdhel për parasyve, mashtron ma shpinë, ai nuk o për mu kur farë shqiptar. Hej, një farë shani gjeci, bazën shani e përmen shumëre. Regjia nëse ka mundësi një fata, djerë në akun me ta, ta shumi, që është ky, bazën shani. Allah e ka vjera.
Na kanë Veç ndodhur plakimin 2001 kur më kanë plagu mua dhe më kanë vrarë shok besimin e bekimin nuk ka me mua. Edhe batyshon nuk konë rrjedhe tonal, këtë luftë. Pse telefoni e konë shpinë ti, ha? Për telefoni konë shpiti. Edhe i tha këtë batë se Xhani s'po flet për luftën e ti, tha, ja tha se s'po du me ja vlendu rend. Bravo. Tha, Kisha po do qef të me shua ta rend të doktorit. Kisha po qef një dartërkitje të fort edhe një përshëndetje për Basin Xhani. E përshëndesmi për studiu se ish bëri mirë fort. Është edhe një diçka tjetër që e ka thonë shumë herët. Tha, kur vishin problemet, e kena pas një lëmë aty dhe u konë një farë grashtë, i thurën me drume, me hoj. E na bëjke nuk i ke problemet të të grashtë, atje nalë, pej Prishtinë për avi. Atje, për shumë. Edhe na i kemë babgjyshat vllazën, Miftar Bajraktari i Llaushës, edhe Alir Bajraktari, edhe Batsishon ka prevoj shumë të madhe, ka prevoj shumë të madhe se ka punu një kohë në Hercegnan, në Crnagore një kohë të kohë, ka punu në atë kompaninë e brodave që në kohë, edhe me patboni erë tha, dejke tha një unë me mre atje në Crnagore. Tha nuk se marrë kemenja që mundet. Tha edhe një dit, ishëm semafora të i prita, ishin ko policia që atje, tha e të orë dhe ma ka fut, tha të ka piskatu, po mëq, tha erdhën policia më rehen edhe ata, këtu të ta që ja hina unë ati, më shtinë në Nënburg. Tha edhe pa hini edhe piskati. E këtu jetë dëqë edhe të gucin edhe piskati. E pas ka pos në fokën tonë. E pas i shorë, unë e ku pos qiltari numër 1. Po e di se edhe shumë me to. Në çdo emision e përmen. E përmenin sepse është këshilltari më i mirë që e kum pasun për këtë konat dhe për këtë probleme që i kemi diskutu, kemi gjithë zgjidhje dhe kemi gjithë rrugë kamera. A kthemi pa përsëri të zgjedhjet para se me kalu tek acarimet se si ka ndodhur me shtapin e përgjithshëm, po dishta më të vet. Pse në një deklaratë tonë në një intervistë ke thonë që Albin Kurti ka përdorur vrasjen e Astrid Daorit, ka që si mirë. Po pse po të kallëzoj unë, nuk ky morë me këtë punën e Astrid Daorit, po kur kesh në Burg, u mëra mu taku me një njeri që e ka emrin Luzallako, edhe e kam shok, edhe e kam mik, ajo është i besimit katolik, edhe Luzi u përmen në konferencë për shtyp nga Ministria e Drejtësisë edhe Toma që pas ka qenë një dhumë me Astrid Daorin. Edhe ai e ka pas dhumën një katë ma poshtë edhe shkoham i vetë edhe i bona bej posh kishën, posh zëjnë e madhe, që aki apo më kalë dhe që shukom. Aja konë një dhumë, tha, pasha zëtë kur një dhumë, nuk ju më konë thaun me Astridin. Astrid Daori tha, ish konë vitë 4 fakultet mjekësisë, një djallë shumë i mirë, një djallë i ledzushëm. Tha dhe ne shetishim bashkë atje në Prizren, të në kohën, sepse aj ka qenë, tha, 2 dhumë i këna pas mes. Aja sa dhumë, aj ka pas aj krahe ty, nuk e di se shumë konë bërë. Po zakonisht krahet, kur dalin në shëtitje, dalin bashkë. 4-5 dhuma dalin bashkë. Dhumat mbyllen kur dalin në shëtitje.